Është një çështje shumë e rëndësishme fakti që tregu praktikisht kontrollohet nga dy kompani të mëdha celulare, pra Vodafone dhe One, cilat masa konkrete ndërmerren për të pandaluar praktikat e mundshme të bashkëndimit të çmimeve, për shkak se jemi të ndërgjegjshëm që çmimet janë arritur. Sigurisht që ju folët për një hetim të autoritetit konkurrencës që pritet dalin rezultate, po them nga ana juaj, çfarë përbën si thua një këmban alarmi sa i përket rritjes së çmimeve dhe rrezikut të bashkëndimit nga dy operatorët. Pyetja tjetër lidhet me këto që quhen operator të rrjetit virtual celular dhe faktit që asnjë prej tyre nuk ka hyrë ende në tregun celular. A keni evidentuar ju ndonjë arsye, si themi, strukturore pse kjo gjë s'ka ndodhur? Ndërkohë në raport përmendej që operatorët e rrjeteve celulare ofrojnë akses në nivel shumice për operatorët e rrjetit virtual celular mbi baza komerciale. Pra praktikisht ushitet infrastruktura, jepet me qira, duhet të them infrastruktura. A mos është kjo një ndër arsyet pse s'kemi pasur operatorë të rinj për shkak të si thua pamundësimit nga ana e dy operatorëve kryesor?